Të shkojmë tani me të tjera informacione, një deklaratë që ka tërhequr vëmendjen, pjesën më të madhe të vëmendjes për gjatë këtyre dy ditëve ka qenë vizita e Zelenskit në Beograd, i cili është shprehur se mosnjoja e Kosovës nuk do ndryshojë. Pra ky është një qëndrim nga ana e Ukrainës që do të vijojë të mbetet i njëjtë. Jo vetëm kaq, ka qenë edhe Vučić, i cili është shprehur, ka thënë se Serbia po mbledh ekspert të sektorit të ndërtimit, inxhinier dhe profesionistë të tjerë për të shqyrtuar mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Ibër. Të dyja këto kanë pasur reagime, më saktë për Vučić ende nuk ka pasur një reagim nga tjera zyrtare, por për deklaratën e Zelenskit ka pasur reagim nga Kosova, nga Shqipëria, nga mediat ndërkombëtare. Kam kënaqësinë të kemi një komunikim të drejtë për drejtë zotin Sadri Ramabaja nga Instituti Shqiptar për Gjeopolitik, i cili do ndajë me ne opinionin e vet. Në fakt ka pasur edhe një qëndrim lidhur me këtë çështje. Zoti Ramabaja, faleminderit për kohën. Përshëndetje. Lutem, përshëndetje. Në fakt, unë e kam lexuar reagimin tuaj, ju shpreheni pak më i qetë në reagimin që keni bërë lidhur me deklaratën e Zelenskit. Por për ata që ndoshta nuk e kanë lexuar, mund ta ndani edhe me ne qasjen që keni. Ideja është që ju mendoni se diplomacia në këtë rast duhet të vijojë të mbetet po e njëjtë dhe se në çdo rast një deklaratë nuk e çbën, pra një deklaratë nga ana e Zelenskit, nuk e bën raportin e përhershëm midis dy palëve, apo jo? Po, sakt dhe kam analizuar edhe faktin se diplomacia shqiptare, që të dy ministrat tonë të punëve të jashtme, edhe zoti Hoxha dhe zoti Konjufca, e kanë kryer punën e vet me reagimet e matura që kishin. Me një ton pak sa më të theksuar zoti Konjufca, por fundja edhe i takon. Ndërkaq pjesa tjetër do duhet të kursehej nga reagimet emocionale, për fat keq kështu nuk veproi kryebashkiaku i Prishtinës, rana ndikimin e emocioneve dhe të politikës së ditës, pa pas parasysh faktin se Ukraina mbetet një hallk kryesore, siç e cilësoj unë, e rripit sigurisë evropiane. Dhe ky rrip i sigurisë tashmë është zgjeruar, është thelluar nga Skandinavia atje, Suedia, shtetet baltike e tjerë, deri te Ukraina dhe Rumania. Dhe ky fakt e rrit sigurinë edhe për hapësirën shqiptare, për dy republikat tona dhe për pjesën tjetër në Maqedoninë e Veriut, në Maltzi dhe me theks do të thosha edhe në Sanxhak, sepse Sanxhaku mbetet ndoshta pjesa më neuralgjike e rripit të sigurisë që do duhet të imponohej edhe kundrull projektit të botës serbe. Prandaj duhet shohim këtë çështje me sy strategjik dhe me maturi gjithashtu strategjike.